faktorin ndërkombëtar, si gazetar, ke ndonjë informacion, raport me si po i qaset ai protestës? Protesta për sa kohë nuk ka një përfaqësi zyrtare, shikoj faktorin ndërkombëtar pak të paqartë. Pra, kush janë mbi të gjitha dhe e kanë seriozisht dhe çfarë duan të bëjnë. Se të kërkosh largimin është një gjë, po kush janë? Disa prej tyre, me sa di unë, një pjesë janë thirrur nëpër ambasada, por është një grup i cili janë thirrur nëpër ambasada, po, një pjesë, se ky është lajm. Po një pjesë e tyre po cilat ambasada apo nuk janë heterogjen, europiane, po janë heterogjen. Pra nuk është grupi që merret tërësisht gjithë grupi koordinues. Disa kanë shkuar, disa nuk kanë shkuar. Pra, edhe ambasadat kanë një lloj paqartësie me të drejtë. Ore kush janë? Çfarë kërkojnë? Pra, Tigi Rama, kush do vi? A do jenë një forcë politike nesër? Ka shumë pikë pyetje që me të drejtë ngrënë edhe ata. Unë do ta po i kanë 5 pikat ambasadat, ato kush do vi? Do vi me vota i që do vi. Unë do ta lexoj ndryshe. Më bëri përshtypje dje një deklaratë që ka bërë kancelari Merz në udhëtimin e tij, mos gabojmë në Moldavi, mos gabojmë, nuk e di ku ishte, një vend tjetër, po në vendet e lindjes. Dhe bëri një deklaratë që e fortë. Mali i zi ka vendin në Bashkimin Evropian dhe duhet të antarësohet brenda kësaj dekade, tha. Ka përmbushur të gjitha kriteret. Bashkimi Evropian tha nuk duhet të mbetet vetëm te deklaratat, por duhet të kalojë te vendimet konkrete. Hera e parë. Që flet kancelari i një shteti kaq të fortë dhe flet vetëm për një vend, Shqipëria edhe Malizia bashk, ndërkohë ai e ndau. Po interesant është. Pra është shumë interesant. Është hera e parë që ai e ndau dhe mua më bëri përshtypje kjo deklaratë e tij. Sepse kjo është ajo pastaj ne themi qëndrimi faktorit ndërkombëtar. Qëndrimi faktorit ndërkombëtar është nuk janë të kënaqur me gjithë situatën që po ndodh në Shqipëri. Nuk besoj se ndonjëri prej tyre është i kënaqur. Por ka edhe një gjë që të jemi fair edhe me gjithë opinionin publik. Zoti Rama është legjitim. Është i kryeministër legjitim, nuk e ka humbur legitimitetin. Po. Në asnjë moment. Pastaj ato e vendosin zgjedhjet, po gjithsesi. Po zgjedhjet u bën. Dakor. Është legjitim, ne nuk e themi dot që është një kryeministër për momentin ka humbur legjitimiteten. Me kaq njerëz nuk e ka humbur legitimitetin. Janë pak. Pra, që të thuash ka humbur legitimitetin është shumë. Që të godasësh një njeri nga jashtë sistemit është e vështirë. Pra, do konkretizohet në lëvizje politike. Unë nuk shikoj shumë. Po trim të faktori ndërkombëtar. Te faktori ndërkombëtar, pra. Washingtonin si e shikon Arber? Washingtonin me protestën e shikoj larg. Bën thirrje, mos shkoni, mos merrni pjesë. Kanë bërë 2 deklarata thirrje. Pra mos shkoni pjesë sepse protesta mund të bëhet, mund të kthehet. S'është mos shkoni, pra ajo është standarde. Evitoni. Por evitoni kalimin për njerëzit amerikanë që mund të mos dinë çfarë. Por në 50 ditë nuk ishte asnjë reagim. Ndërsa fakti që ata reagojnë dhe thonë evitoni, mund të kthehet e dhunshme. Pra, është ende pa qartë faktori ndërkombëtar për sa kohë ata nuk dinë me këtë të diskutojnë dhe me këtë të flasin. Gjoj, si e shikon? Distante është, jam dakord me Arbin, po mos shkoni nuk kanë thënë, domethënë. Evitoheni, ka thënë. Unë jam përpjekur të marr qendrim zyrtar, nuk kam përgjigje për po themi kronika që jam munduar unë të bëj në raport me Shtetet Bashkuara, nuk kanë një koment, po themi politik. Nuk ka një koment, po. Sepse kjo është në trajtën e sjelljes që ka ndruar që kur erdhi Trumpi në pushtet. Pra ta zgjedhin të mos... Po, me përjashtim të rasteve të caktuara, siç ishte Hungaria, ku shkoi J.D. Vance për fushat, në kuptimin, po themi që shiko, vetë qendra ka bërë komente për shumë shtete, për mënyrën si po menaxhon Europa, emigracionet e tjerë. Por udhëzimi për ambasadat është që të jenë sa më neutrale nga, po themi, betejë politike që ndodh me ardhin e Trump kjo vend. Është e vërtet, po ashtu ajo që tha Arbri që nuk ishim reagim për shumë kohë, pra një lloj paralajmërimi standard që nga 21 janari i njëjtë ka qenë nga ambasada. Pra ato i drejtohen, po themi, një qytetari amerikan që ndoshta vjen sot për turizëm dhe s'ka informacion se çfarë ndodh në Tiranë. Pra me rastin më të humbur, se protesta virale është bërë dhe online. Por është diçka që mund ta interpretosh si një lloj mospëlqimi, mund dhe mos të interpretosh. Por që mos shkonin protestë, nuk besoj që ka qenë
një thirrje. Pastaj duhet kuptojmë diçka, po flasim dhe për një investim amerikan që po themi që përfshin dhe faktor amerikan shumë të afërt me presidentin Trump, që është Jared Kushner me Affinity Partners, që është po themi organizmi ekonomik që bën bashkë miliardat e investimit. Kështu që duhet kuptojmë që dhe ambasada nuk mund të mbivendos një element politik me një investim ekonomik që përfshin shtetas amerikan. Duhet kuptojmë që prioriteti i Amerikës në këtë moment mund të jetë dhe që të kryhet investimi, por pa thyer, si thua, marrëdhënie shkëlqyer që ekziston politikisht mes dy vendeve tona. Për këtë arsye unë mendoj që ambasada ka lënë zhvillohet po flet për ambasadën amerikane. Ambasadë amerikane ka lënë që zhvillohet procesi. Ambasadat perëndimore, ambasadat europiane, se duhet dim që ka një lloj kushtëzimi, le ta themi, në lidhje me ligjin për zonat e mbrojtura dhe për ato. Si e vlerëson këtë? A ka një, se edhe kjo që tha Gjoj në raport me kancelarin, që tha Arbri në raport me kancelarin në Mers, përsa i përket ndarjes Shqipërisë nga mali i zi, qoftë edhe në ligjërim, nuk është pak. Pra, a mendon se ka një, le të themi, një diferencë midis qëndrimit Washingtonit dhe qëndrimit të Europës? Ka një diferencë, sepse dhe vetë klima me Shtetet Bashkuara dhe Europës është jo e mirë, do të thënë, ne kemi vënë re që Europa e ka me SBA-n apo e ka me Ramën, se këtë duam të kuptojmë. Europa e ka me SBA-n për plasin, sepse këtë e kemi parë. Do të thënë, mos mbështetja në luftën kundër Iranit, shpenzimet e ulta ushtarake, Spanja s'lejoi përdorimin e bazave ajrore dhe është bërë, si thua, një lloj mjedisi jo fort tradicional, pra me misin që ne jemi mësuar të shohim. Tani, Europa vetë këto bashkimet ose bloqet e integrimit të janë idiotësi. To kanë qenë dhe mbetën idiotësi. Unë ndaj mend që ishim ne të lidhur. Mjete presioni janë. Po janë artificialore. Mjete presioni për ndryshime politike janë. A ishim blok me Maqedoninë e Veriut ne. Janë ndanë, po ç'na lidhen ne? Janë dy procese komplet ndara. Dakor. Ç'na lidhen ne me Maqedoninë e Veriut është e filloi më shpejt se ne procesin, po ka rrezik ta zgjas më shumë se ne. Si mund të rrim ne palme? E njëjta gjë dhe Malizi, pse duhet mbetet Malizi me ne kur është më i aftë ti plotësoj, ti hap dhe ti mbyll kapitujt. Ne kemi mbyllur 3, ai ka mbyllur 27. E di se them Europa, Gjoj, se ja këtu kemi një reagim të Nathan Rothschild, që është njeriu i cili ka prezantuar Jared Kushnerin edhe Ramën në jaht në atë sipas dëshmisë së Kushnerit. Po, dëshmisë së Kushnerit, i cili thot për intervistë Ramës thot që ishte një intervistë fantastike, një politikani shumë të mirë, cilin e admiroj etj. Por thot reduktimi i 800 akrave nga Parku Nacional i Butrindit në 2022 dhe 2024, në investimin e 2022-2024, në legjislacionin e investimit 2022-2024, siç aplikohet për parqet kombëtare dhe në zonat e mbrojtura, është jo konsistente me detyrimet e Shqipërisë në UNESCO, në konvendën e UNESCO-s dhe me përkushtimin e saj drejt integrimit në Bashkimin Evropian, siç është shpirti etj. Pra, Europa vazhdon në Arbër dhe ta mendosh që ta thot këtë njeriu kumbari i sipas Kushnerit. Tani këtu ka pak vetëm bëj një koment. Besoj se influencuesi i madh për Nathaniel Rothschild është dhe miku jon Auron Tares, në intervistë fundit kishte thënë që ka njohje me këtë të fundit dhe Zoti Tare thotë që ai ka prezantuar Ramën. Po. Jo, ajo që them unë është që vazhdon, zotërin po e sjell
për të sjellë në tavolinë raportin e Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Redi ka një gjë. E para, zoti Rothschild nuk është një institucion i Bashkimit Evropian, por përfaqëson një familje që her pas here ka dhe akuza për qasje të ndryshme. Po thotë që kjo nuk është në frymën e konventës europiane për mjedisin. Por ka një gjë, pavarësisht situatës, ne nuk e kemi antipodin, që do të thotë Zoti Rama, për shkak të jetëgjatësisë në pushtet, ka arritur të krijojë raporte personale me shumë lider, me shumë institute, me shumë individ të këtij niveli. Ai thot, I admire, pra ai admiroj. Pra nuk thot që është i keq, duhet të ikë, thot ka bërë një, kjo nuk është normale. Pra, është një lloj thirrje që ndryshoje. Por ndërkohë në thelb është një lavdrim i jashtëzakonshëm dhe një kritik shumë e ëmbël. Kjo nuk është në frymën e për kushtimit të Shqipërisë. Ajo s'është kritikore. Ajo është një ëmbëlsi, ajo është çfarë them unë ty. Ta lavdrosh dikë, duke thënë shiko, ti nuk je aq i mirë. Jo. Po këtë shim fal. Unë nuk e solla për të kuptuar qendrimin e po them, o është e keqe, duhet të thoshte, o është e keqe ose është e keqe. Po një gjuhë kaq diplomatike as një diplomat. Jo, pra ai thot, unë e kam mik, thot, po jo, ai thot ka bërë gabim, thot. Po ai thot, unë admiroj, thot. Po mi më tani më fal, por se përbën katër element. Se thot ka bërë gabim, nuk është në frymën e, po si do thot ai tash. Po s'quhet më tash, se kjo është në frymën e përkushtimit Shqipërisë. Po nga ta dim ne që si kërkon një pazar. Nga ta dim ne, kjo nuk është dora për një pazar. Shikon, po të lavdroj, të kritikoj dhe pak që të bëjmë një pazar tjetër bashkë. Sepse kjo familje prit pak tani, më ngasmove. Shiko, kjo s'përfaqëson në i gjë. Më ngasmove, kjo familje dhe fondi i saj, kur ishte zotitare, mori në administrim gjithë gjirin e Butrintit apo jo. Këta kanë qenë. E morën për 10 vjet mos gabojnë konservimin? Dhe po, është e vërtet. Nuk kam informacion që të them, e ke zyrtare. Dhe në atë pjesë dyshohet që është ose dyshoj që kanë qenë disa nga statujat që vlera të cilave shkon në $100 miliona. Dhe thonë që është kërkuar, është gjetur, s'është gjetur, ka shumë. Thashë themna që ne nuk e dim. Dhe kjo që një nga arsyet pse u mor në mbrojtje, ose kështu tha në media atëherë. Po. Tani, po të kërkosh një nga hobet që bën kjo familje, po dhe disa familje të tjera, po kjo kryesisht, hobet e luksit, është që konservon dhe investon në vepra arti. Investimi të pasurën në vepra të artit dihet, nuk është thjesht një luks, një hobi, po është një investim në një vepër e cila në një objekt, artefakt, i cili sot ti e merr 20 milion dhe nesër më shkoj vlera 200 milion. Pra, nga ta dim ne... Ka dhe dyshime për pastrim parash pasaj. Nga ta dim ne që kjo nuk është një kërkesë për një pazar tjetër. Unë kisha për integrimin, në fakt po. Gjoj, si e lexon? Lexon si admirim këtë për Ramën, këtë qëndrim apo si kritik? Ky përveç se vjen nga një familje dinastike bankare, pra që ka ruajtur këtë dhe shumë të pasur objekte dhe i teorive konspirative, ky nuk përfaqëson ndonjë gjë. Jo, e kam që ky është thjesht një personazh. Jo, nuk është aq i parëndësishëm këtu sepse është përmendur nga Xharet Kushneri për mënyrën se si është takuar, por ky si vendimarrje ndor. Dakor, më jam dakord me këtë. Për integrimin nuk besoj të pyes. Jo. U them, ky përmend që janë bërë disa ndryshime në legjislacionin shqiptar që nuk janë në frymën e integrimit. Kjo është ajo që po them. Në rregull, pra është opinioni një personazhi shumë të fuqishëm nga pikpamja ekonomike, bota e elitës financiare, etj. Që nuk ka asnjë ndikim, po thua Xhoj. Në pjesën formale nuk ka asnjë ndikim. Jo. Si personazh i fuqishëm ekonomik patjetër që është, përderisa ka influencuar një takim kaq të fortë dhe ajo që bën çudi është një kritikë e hapur që ai e bën. Tu e kam fjalën. Domethënë ai thot politikan unik etj, por i liston 5 elementë që nuk hyn më ke lavdrimi përse.